Edhe pse për vitesh Elvis Pupa jeton jashtë Shqipërisë, ai gjithmonë vendos të bëhet pjesëmarrës si formateve të ndryshme në Shqipëri, si Big Brother dhe së fundmi Ferma VIP. Ato që njohin nga afër Elvisin e di shumë mirë se ai ka një sens të theksuar humori, por mbi të gjitha, ai ka një zemër të madhe dhe të ndjeshme. Edhe pse aktori humorit asnjëherë nuk i ka bërë publike rastet e familjeve në nevojë që ai ka ndihmuar, miqtë e tij shprehen se ato janë të shumta, por Elvisi kurse si nuk i ekspozon në rrjetet sociale njerëzit në nevojë dhe ndihmat që ai ka dërguar. Aktori humorit njihet dhe për ironinë e tij dhe para disa kohësh ai shkroi në rrjetet sociale një thirrje që çuditi jo pak njerëz. Ju ftoj të dhuroni që të mbledhim lek për Arbana Osmanin. Kjo kërkesë e bërë drejt për drejt nga Pupa ngriti shumë pikpyetje, sepse dihet që Arbana ka një standard shumë të mirë jetese. Por çfarë nënkuptonte Elvis Pupa me këtë postim? Ai shkroi: "E shikoj Arbana Osmanin teksa drejton një format televiziv dhe gjatë gjithë kohës shihet e ulur në dysheme. Dhuroni ju lutem që të mbledhim lek e t'i blejmë një stol Arbanës, se pa qamet t'u fshi dyshemet e studios me plaçkat e trupit. Ne e kuptojmë se ajo do me imitu Maria de Filipin, por Arbana nuk është Maria, prandaj është mirë që të blejmë një stol se pa qamet t'u ul në dysheme." Duke se marrëdhënia e tij me Arbanën pas largimit nga Top Channel nuk ka qenë shumë e mirë, por rikthimi i tij tek Ferma VIP ka sheshuar përplasjet që kanë patur më herët kur të dy kanë qenë pjesë e Top Channel.